Një gol i Bakayokos i realizuar minutën e 47 të takimit i ka dhënë fitoren e Ignatias në ndeshjen e luajtur përballë Flamurtarit në stadiumin e qytetit të Vlorës. Një trepikësh që nxjerr nga kriza e Ignatian, por zhyt edhe më tepër në renditje ekipin e Flamurtarit që vijon të mbetet në fundin e klasifikimit në kuotën e 19 pikëve, duke rënduar edhe më tepër pozitat në luftën për qëndrimin në kategorinë superiore. Takimi mes Flamurtarit dhe Ignatias, luajtur ditën e premte në stadiumin Flamurtarit të qytetit të Vlorës, është luajtur pa praninë e tifozëve, kjo edhe për shkak të dënimit që ka marrë klubi vlonjat pas ndeshjes ndaj Teutës në fazën e dytë të kampionatit. Pjesa e parë ka qenë pothuajse e barabartë me ritëm të ulët nga të dyja skuadrat, ndërsa rastet kanë qenë me pikatore. Me nisjen e pjesës së dytë, ekipi i Ignatias ka arritur të kalojë në avantazh dhe pikërisht në minutën e 47, ku Bakayoko ka shënuar me kokë duke shfrytzuar një pasim nga krahët. Flamurtari pas këtij momenti është përpjekur të barazojë rezultatin, por pamundur pasi ka treguar paqartësi në sulm, ndërkohë që nuk ka munguar edhe ndërhyrja mjaft e mirë e portierit Dajsinanit të Ignatias. Flamurtari ka treguar një ndeshje të dobët përballë Ignatias në një 90 minutash ku kërkoi padyshim vetëm fitoria për të dalë nga situata e vështirë në të cilën ndodhen. Përfundimisht takimi është mbyllur në shifrat 0-1 për Ignatian, që ngjitet në vendin e dytë në renditjen e kategorisë superiore, ndërkohë që ekipi i Flamurtarit mbetet sërish në fund të renditjes në kuotën e 19 pikëve në një pozitë shumë të vështirë për të siguruar qëndrimin në kategorinë superiore. Duket se edhe javët në vijim do të jenë mjaft të vështira për ekipin e Flamurtarit, që do të kërkojë me patjetër të dalë sa më shpejt nga kjo krizë, por situata duket e vështirë. Pas ndeshjes, trajneri italian i Flamurtarit Francesco Moriero ka dalë sërish në justifikimet e tij, duke thënë se ekipi ka luajtur mirë, por pa treguar se si mund të dilet nga kjo krizë. Normale është një humbje që i përkeqëson situatën, normale në rezultati, po kemi lozë me Ignatian mbatë përballë. Pa frikë. Kemi pasur shumë raste për të shënuar, portieri atyre ishte një nga më të mirë në fushë sipas mendimit tim. Bëm një gabim të vogël e direkt pësuam gol për një diagonale të vogël. Do të them që ekipi lozi bëri gjithçka, më vjen keq vetëm për rezultatin se nuk meritoni do mbiste. Në ditë kohë kanë lojtarë të rinj, edhe sot i futëm 3 lojtarë në pjesë të dytë. Janë lojtarë që do të marrin kondicion dhe që do ta ndihmojnë. Ndërkohë nga ana tjetër, trajneri i ekipit e Ignatias Edith Tova ka theksuar se kjo ishte një fitore shumë e rëndësishme në rrugtimin që ka Ignatia. Mendoj një ndeshje vështirë, sigurisht që vinim nga disa rezultate jo të mira. Sigurisht gjendja e skuadrës, ana psikologjike ishte e ngarkuar. Mendoj që zhvillum një ndeshje të mirë, sigurisht që edhe Flamurtari na vuri në vështirësi, por mendoj kemi qenë më afër golit si në pjesën e parë, ashtu dhe në pjesën e dytë me atë momentin. Mendoj që kemi zhvilluar një ndeshje ashtu si ne kishim punuar në stërvitjet, ishim pragmatist, sepse në këto momente duhen pikët. Do të synojmë deri në fund të marrim maksimumin. Sigurisht që Kaçja ka krijuar një distancë, por s'mund të themi përderisa është matematika në lojë. Mendoj që çdo gjë është e mundur, por ajo që më gëzon më tepër janë 3 pikët sot. Ndeshjen e radhës Flamurtari do ta luajë në transfert ndaj Dinamos, e cila pretendon për titullin kampion, dhe do të jetë sërish një përballje e vështirë. Por ajo që duket është se lidhet me ndryshimin e trajnerit, ku pritet që italiani Moriero të largohet nga drejtimi i Flamurtarit. Mësohet se italianit i është kërkuar tashmë dorëheqja, ndërkohë që ky i fundit pritet mos e drejtojë me ekipin e Flamurtarit, ku edhe gjatë drejtimit të ekipit vlonjat nuk është se ka dhënë diçka të mirë për ekipin e Flamurtarit. Pritet tashmë të mësohet dhe emri i ri i trajnerit në drejtim të ekipit të Flamurtarit për pjesën e mbetur të sezonit.